institucion kushtetues që mbron qytetarët e saj dhe komunitetin e Republikës Kosovës. Dhe kjo pako e re ligjore vetëm avancon misionin e kësaj force në mbrojtje të qytetarëve dhe integritetin e Kosovës. Pako e re ligjore është plotësisht në pajtim me kushtetutën dhe si komision duke parë interesat e qytetarëve në këtë temë, vlerësojmë lart opinionin, mendimet e qytetarëve dhe jemi këtu për të marrë opinionet tuaja lidhur me përmbajtjen e këtyre projektligjeve. Ne jemi këtu si komision për të dëgjuar juve që të marrin opinionet tuaja lidhur me këto tri projektligje, andaj nga ona ime do t'ju kaloj fjalën edhe dy kolegëve të mi deputet, të cilët do të mbajnë tani fjalë rasti, masale do t'i marrim pyetjet e juaja, opinionet e juaja, që ne të kemi më lehtë të veprojmë ose të korrigjojmë ligjet aty ku ka nevojë. T'ju përshtatem edhe pjesës të cilën del nga ona juaj dhe nga dëgjimi publik veç që kemi kryer në një dëgjim publik në Prizren, dhe pas besoj që shumë shpejt do t'i kompletojmë të tri ligje dhe do t'i dërgojmë në seancën ose në dëgjimin e dytë në votimin e dytë në parlament. Kështu që mos hezitoni, pyetni çka keni nevojë, ne jemi këtu për juve sot. Nuk kemi për vetje, po pikërisht për qytetarët tonë. Faleminderit. Antar të komisionit cili dani. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Përshëndetje për gjitha mediat, për organizatorin, në veçanti për kolegët e mi deputet. E kemi për qëllim të besoj t'ja arrisim që sot jemi edhe konkret në diskursin tonë, por po ashtu edhe të kemi efekt në qëllimin tonë. Në Kuvendin e Kosovës, siç edhe tha kolegu im, kryetari i komisionit, kanë ardhur tre ligje që kanë të bëjnë me një institucion shumë të rëndësishëm dhe vital, siç është Forca e Sigurisë Kosovës. Kosova është një shtet i pavarur dhe sovran, i ka institucionet e saj dhe të gjitha institucionet e saj duhet të jenë dhe janë në shërbim të gjithë qytetarëve të Kosovës. Këto projektligje që ne sot po i ndajmë këtu me ju, po i trajtojmë me ju, ashtu siç po i procedojmë Kuvendin e Kosovës, janë ligje shumë të rëndësishme, të cilat ligje do të formojnë ose do të avancojnë rolin e Forcës së Sigurisë Kosovës si një forcë ushtarake multietnike e gatshme për të shërbyer me mandatin që ka, me mandatin e saj kushtetues dhe ligjor. Dëgjimi sot në publik nuk është dëgjimi vetëm, por për nga karakteri ka një veçanti për shkak se ne sot jemi në një ambient dhe në një komunitet ku ka nevojë më shumë të komunikohet, ku ka nevojë më shumë të flitet, e sidomos për çështje të tilla të rëndësishme. Përfaqësuesit tuaj në Parlamentin e Kosovës nuk po bëjnë punën e duhur, sepse ata nuk po marrin pjesë në procedimin e këtyre ligjeve, dhe kjo është një gabim i madh, një gabim i cili pasohet e para direkti ka te komuniteti që ata përfaqësojnë. Ne nuk jemi që t'i zëvendësojmë ata sot këtu, por jemi si komision parlamentar që t'japim kontributin ton për të diskutuar me ju, siç me gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, për të pasur një dëgjim publik, nga i cili ne do të marrim të gjitha sugjerimet tuaja, do të marrim vërejtjet tuaja, do të shohim përkushtimin dhe angazhimin tuaj, që Forca e Sigurisë Kosovës të arrijë mandatin e saj siç është e ka të përshkruar edhe në kushtetutë dhe në ligj. Prandaj unë sot do t'ju kisha kërkuar që të keni angazhimin maksimal dhe të diskutoni hapur të gjithë ata që jeni sot të interesuar. Këto tre projektligje kanë një historik të shkurtër. Normalisht që do të fokusohesha që nga viti 2014 kur është tentuar që në Parlamentin e Kosovës me ndryshime kushtetuese të ndrohet emri, misioni dhe roli i Forcës së Sigurisë së Kosovës në Forcat Armatosura të Kosovës. Për arsye që ndoshta edhe e dini dhe është një të kuptueshme në Parlamentin e Kosovës, për shkak se aty kërkohet vota cilësuar shumica e dyfisht, nuk e kemi arritur që t'i bëjmë këto ndryshime kushtetuese dhe mi përqendruar tash që t'i bëjmë ndryshimet e nevojshme dhe të domosdoshme ligjore që Forca e Sigurisë Kosovës jetë në puthje me mandatin e saj në shërbim të gjithë qytetarëve. Sot, pra në kohën kur ne po flasim, grupi punues i formuar nga Komisioni për mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë Kosovës veç që ka formuar grupin e saj punues dhe jemi në gjysmë të punës, por dëgjimet publike i kontribuojnë shumë edhe procedimet të këtyre ligjeve, gjithsesi edhe amandamentimeve të këtyre ligjeve.
Shpresoj në kontributin tuaj që do t'i ndihmoni kësaj. Prandaj, ashtu siç është arritur, pothuajse në gjithë spektrin politik, një konsenzus për fuqizimin dhe ndërtimin e kësaj force, ashtu siç ne kemi arritur që brenda subjekteve tona politike të kemi një konsenzus dhe të mos i kemi parasysh ndasitë politike, do duhet që të mos i kishim parasysh as ndasitë etnike, dhe Forca e Sigurisë së Kosovës të jetë një mekanizëm vital i shtetit në të cilin jetojmë gjithë së bashku. Ju falenderoj për fillim. Faleminderit. Ja bih prvo pozdravio sve dame, gospode i sve novinare i medije i sve prisutne. Hvala Fatmiru. Hvala vama što ste našli vreme da budete sa nama i da odvojite vaše dragocjene vreme. Mi smo ovdje malo da objasnimo šta predstavljaju ovi zakoni, kakve limite otvaraju i kakve mogućnosti otvaraju za razvijanje bezbednosnih snaga. Možda ste čitali u novinama i gledali televiziju zadnje vremena, sve je neka velika blomaža oko toga da će biti nova vojska, da će se pretvarati ovako, onako, sa zakonima, bez zakonima i tako. Ja sam ovdje jedan od članova komisije da pokušavam da objasnim da je ovo samo početak razvijanja jedne bezbednosne snage koja je predviđena i planirana da u toku od 10 godina bude jedna snaga koja će imati kompetencije i ingerencije da odbrani teritorijalni integritet Kosova. To je jedna snaga, multietnička snaga, snaga koja je otvorena da budu članovi te snage svi komuniteti od Albanaca, Srba, Bošnjaka, Roma, Egipćana i ostali. Činjenica da je u našim bezbednosnim snagama ima i članova srpske zajednice, romske zajednice, egipatske zajednice i ostali. Samim time što u bezbednosnim snagama ima i Srba, znači da je ta multietnička snaga zajednička i naša snaga, vaša i naša snaga, kažem naša snaga Kosova. Jedna je snaga koja se razvija po demokratskim principima, po evropskim standardnim principima NATO-a, koja je u saradnju bliskoj sa NATO-om i ona pokušava da ima i NATO standarde oko rada, razvitka i postizanja svojih rezultata u tom smislu. Biće jedna dobra prilika da i vi možda neko od vas sutra bude član te snage ili od vaših obitelji ili porodica. Veliki je bio pritisak u zadnje vreme da članovi srpske zajednice iz bezbednosnih snaga. Razumljivo, neki nisu i su nastavili da budu članovi bezbednosnih snaga. Ja sam ubeđen da nakon godinu, 2, 3, 4 vi ćete se uveriti i sa zadovoljstvom ćete biti članovi te bezbednosne snage, odnosno neki vaši prijatelji, poznanici ili članovi obitelji. Došli smo ovdje da pokušavam da ovim zakonima ništa neće se menjati u okviru, jer na kraju krajeva tu je i KFOR koji će obezbediti integraciju naše zemlje. Povećanjem broja bezbednosnih snaga i taj će broj biti neki otprilike oko 5000 sa rezervom oko 3000. Povećanjem tog broja polako će se smanjiti broj pjesëtarëve të KFOR-it, po flas për një proces cili parashihet të zgjat 10 vite. Nuk do të ndodhë me një moment nuk do të jetë mundur me një moment të veprojnë si forcat të sigurisë. Kemi nevojë për edukim, trajnime të reja të tyre edhe tjera. Unë mendoj që me këto ligje do të mundsojmë edhe forcave tona t'jenë institucion cili është i parapam, mos dhash Zoti, nëse është e nevojshme ta përdor forcën për mbrojtje edhe sigurimin e të gjitha komuniteteve, të gjitha qytetarëve, të pronës e tyre edhe të integritetit të shtetit tonë.
Zhvillimi forcave të sigurisë e ka edhe historikun e saj, ju sigurisht keni pas mundësi edhe ma herët të keni kontakt me pjesëtarët e forcave të sigurisë. Ata ndonjëherë kanë ardhur në ndihmë edhe qytetarëve lidhur me infrastrukturën, ndërtimin të rrugëve, edhe në rastet e emergjentes, edhe do të vazhdojnë të jenë në shërbim të qytetarëve, edhe të institucioneve, edhe çfarë është më me rëndësi në shërbim në mbikëqyrje demokratike, Komisionit për Siguri të Kuvendit të Kosovës dhe edhe mbikëqyrja e punës edhe zhvillimi forcave të sigurisë është procesi transparent edhe të gjitha mekanizmet ligjore edhe kushtetuese janë të krijuar në atë mënyrë që ajo forcë çdo herë ta ketë kontrollin civile edhe mbikëqyrje civile nga politika që mos të vim deri te do këtë përdorime që nuk është qëllimi i askujt. Mirë po me instrumente krejtësisht demokratike mundsohet që të kenë kontroll civile edhe mbikëqyrje të asaj force. Ne jemi të hapur që të ndëgjojmë propozimet tuaja, të ndëgjojmë mendimet tuaja, ne jemi të gatshëm gjatë punës në grupin ton. Deri te debati i dytë në seancën e parlamentit, të inkorporojmë disa propozime tuaja që do t'jenë në kuadrë këtyneve ligjeve që të inkorporohen. Une edhe njëherë ju falenderojmë, shumë ka kohë se s'kam folë gjuhën sërbe, nga njëherë mungon do një fjallë dhe po përdori sinonime, mirë po me kënaqësi jam këtu, edhe më vjen mirë që jeni ju këtu, edhe që na keni mundësuar që të hapim këtë temë me juve. Faleminderit. Ata është edhe unë po flas serbisht. Tani kush do të ketë dëshirë të parashtron pyetje para se media të bëjnë pyetje, ju ku jeni cilët keni ardhur këtu, nëse dikush ka pyetje apo koment për diçka për zotërit deputetet, ata janë këtu të përgjigjen ato pyetje para se të bëjnë pyetje mediat. Unë mendoj që është e rëndësishme edhe ju të bëni pyetje. Përshëndetje për të gjithë, Peter Gjogjevic, mladi aktiv Graçanice. Kam një pyetje për zotërin Fatmir Xhixhili. E keni përmendur që qëllimi i forcave të sigurisë për afrimi me NATO, nëse kjo të ndodh, atëherë në atë rast, atëherë pjesëtarët e komunitetit serb, cilat ju kanë kyç forcave të sigurisë, a do të jenë ata të obliguar të marrin pjesë në misione të NATO-s nëpër botë, edhe pse nuk pajtohen me politikën e NATO-s në intervenime ndërkombëtare. Faleminderit zotëri Gjorgjevic. Qëllimi edhe prioriteti e shtetit ton janë integrimet evropiane, edhe ne po shkojmë drejt asaj rrugës edhe jemi tentuar me të gjitha mjetet tona të arritim standardet që të bashkagjitemi në ditë Bashkimit Evropian, edhe të jemi qytetar të Bashkimit Evropian, edhe në mënyrën gjeografik jemi qytetar të Evropës, mirë po nuk është mundsuar të jemi qytetar të Evropës. Mirë po drejt atij qëllimit përkatësia antarësimi me NATO-s nuk do të hymë drejt për drejtë në NATO tani për tani, mirë, po kur ti arritim standardet të cilat NATO i kërkon, do të vinë koha një ditë që edhe ne do të bëhemi antar të NATO-s. Njën nga qëllimet edhe në këto ligje, edhe forcave sigurisë të përgatitemi të marrim pjesë në misione paqësore me NATO apo me partnerët tjera strategjike tona. A do të jemi të detyruar apo jo? Kjo është vullnetare, është organizatë vullnetare, për herë të parë në mënyrë vullnetare antarësohesh dhe atëherë ki obligime që të detyrohesh kornizave të brendshme ligjore me të cilat punojnë forcat e sigurisë. Sidomos, ne jemi të interesuar të marrim pjesë në misione ndërkombëtare
në ruajtjen e paqes edhe kështu me radhë. Varet edhe prej njësive. Varet cila njësi do të merë pjesë sipas marrëveshjeve ndërkombëtare cila do të nënshkruan me NATO apo me atë mision cila organizohet në ndonjë vend. Varet prej njësit, ama atëherë do të jenë të detyruar të marrin pjesë në ato misione. Nëse janë antar të asaj njësie cila është e parapame të marrin pjesë në një mision të paqes, paqësor. Unë mendoj që është mirë edhe kryetari Haxhi Shala, mirë po edhe zotri Selimi, të përgjigjen në këtë pyetje, pastaj po shkojmë në pyetje tjetër. Mirë është me dhanë edhe këta përgjigje, zotri Shala dhe Selimi. Hvala. Ja neću da ponovim ono što je rekao moj kolega, ono što je bitno, sve zemlje regiona rade. Pjesë e mekanizmave ndërkombëtar, si BE-s dhe NATO-s. Njëkohësisht duhet të përmendni një fakt që edhe Serbia veç e ka kërkesën që të jetë pjesë e PFI-s, partneritet për paqe me NATO-n, dhe shumë shpejt në i veç i shohim mbështarët e Serbisë bashku edhe me Kroatën, me gjitha vendet që të gjitha republikat që në shkutur nga Jugoslavia sot që në bashkë në misione, po edhe nuk përjashtohet mundësia në minitafër shumë shpejt, edhe FSK-ja, edhe ushtria e Serbisë do t'jenë zbashku në ndonjë mision jashtë vendit. Njëkohësisht edhe jo rinia nga komuniteti serb dhe gjitha komunitetet tjera do t'jenë pjesë e FSK-s, po që do t'jenë përfaqësues të shtetit tonë. Kështu që shteti i Kosovës sot është duke punuar që sa më shpejt t'jetë në mekanizmat ndërkombëtar, njëkohësisht përveç gjitha mekanizmat tjerë edhe në NATO që të kontribuojmë për paqen në vendet aty ku ka nevoja. Faleminderit. Edhe zoti Selimi besoj që më që dashka. Nuk ka do të pyetja, nuk e di tash nuk e prisja një pyetje tillë nga të rinjit që ta kenë problem misionin e NATO-s në botë. Por qytetarët e gjithë Kosovës, po edhe qytetarët e komunitetit serb në Kosovë, NATO do duhet ta shihnin si diçka e cila ka rol dhe mision të mirë edhe për ata. Prandaj unë nuk e shoh ndryshe përveç se ne të gjithë së bashku duhet të jemi pjesë e ndërmarrjeve të përbashkëta, qoftë Kosovë, qoftë edhe kudo në botë, dhe roli i NATO-s do të jetë përfitues. Pra qytetarët e Kosovës do të jenë përfitues nga roli i NATO-s edhe në Kosovë dhe kudo që të jetë. Prandaj kjo nuk duhet të ishte brengosje, përkundrazi do duhet të shihej si një përfitim i gjithë pjesëtarëve të FSK-s, pa dallim komunitetesh që të jenë qoftë partner me NATO-n, qoftë jenë pjesë e NATO-s, sepse do duhet të besonin në misionin e NATO-s kudo që ka ndodhur deri më tani. Prandaj normalisht është e kuptueshme që Kosova ka synim antarësimin edhe në NATO, siç i ka synim edhe integrimin e Bashkimit Evropian, dhe kjo do të jetë përfitim për të gjithë, edhe përfitim për ata që janë pjesë, por gjithsesi edhe përfitim për gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie. Faleminderit. Sada, imamo još pitanja? Samo izvolite. Samo se predstavite i... Antoni. Nemanja Živković, mlada aktiva gračanica. Pyetja ime është si do të funksionojë forcat e sigurisë Kosovës? Po menoj në viset sërbe me shumicë popullatës sërbe, duke marrë parasysh që populata sërbe reziston për jep rezistencë forcave të sigurisë Kosovës. Faleminderit për pyetje. Forca e sigurisë Kosovës mision ka rrugën e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës Kosovës. Është një ndër detyrat kryesore dhe në mbështetje të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës. Forca e sigurisë Kosovës asnjëherë nuk ka pas rezistencë nga qytetarët e Republikës Kosovës. Aty ku ka kërkuar ndihmë nga qytetarët ka qenë çdo herë prezent të qytetarët.
njëkohësisht edhe te komuniteti serb. Edhe tash të flasim për një rezistencë të një komuniteti ndaj forcës, unë nuk e kam pa asnjëherë që 20 vite deri më sot, edhe kur që me trupa mbrojtëse edhe që 10 vite Forca Sigurisë Kosovës. Forca Sigurisë Kosovës është në mbështetje të qytetarëve, edhe do të jetë çdo herë në mbështetje të qytetarëve dhe asnjëherë nuk do të ketë rezistencë nga një komunitet tjetër, pavarësisht deklarata politike të cilat imponohen nga një politik tjetër, po Forca Sigurisë Kosovës do të jetë çdo herë në mbështetje të gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës dhe asnjëherë nuk do t'i sulmojnë, po as nuk do t'a sulmojnë komunitetet tjera të cilat mendojnë sot. Por kjo gradualisht do t'a vërtetojnë edhe koha. Ne kemi pas në Forcën e Sigurisë Kosovës edhe nga komuniteti serb, nga gjitha komunitetet, ka edhe sot, edhe pse një pjesë për shkak të presioneve të Beogradit e kanë çuar, por ende ka pjesëtarë të FSK-s brenda FSK-s, edhe ata ndihen jashtëzakonisht mirë, mundin të komunikoni edhe me kolegët juaj, me bashkëqytetarët juaj, sepse ata ndihen shumë mirë, sepse aty ku është nevoja, aty ku ka nevojë komuniteti serb, këtë rast komuniteti juaj, aty është edhe FSK-ja dhe do të jetë çdo herë kur ta kërkon nevoja, inshallah, nuk e kërkon asnjëherë, sepse qytetarët kanë nevojë edhe për katastrofa natyrore, për gjithçka, aty do të jetë FSK-ja. Dhe do ta dëshmon se është një forcë në të mirë të qytetarëve. Me leje. Në projektligjin që ne po e procedojmë, të cilin jemi të gatshëm ta ndajmë me ju dhe ta analizojmë nëse ju keni interes, është të përshkruar shumë mirë, jo vetëm roli i saj, por edhe karakteri i saj multietnik. Pra, Forca e Sigurisë Kosovës është një forcë multietnike, e përbërë nga të gjithë pjesëtarët e komuniteteve etnike, edhe nga serb. Duke qenë pjesëtar serb, pjesë të Forcës së Sigurisë Kosovës, nuk kanë pse të dihet dikush as i anashkaluar e absolutisht as i rrezikuar nga Forca e Sigurisë Kosovës. Pra nëse ju do të ishit pjesë e Forcës së Sigurisë Kosovës, pse duhet kishte një komunitet i caktuar rezistencë ndaj jush. Prandaj qëllimi jon është që ta formojmë një forcë multietnike, gjithsesi profesionale, gjithsesi në shërbim të gjithë qytetarëve, por mos harrojmë që misioni i Forcës së Sigurisë Kosovës nuk është rrugëtja e rendit dhe ligjit, por rrugëtja e integritetit territorial dhe kuptohet që roli i ushtrive në këtë rast i Forcës së Sigurisë Kosovës është ndryshëm prej i policisë. Nuk ka pasur, nuk do të ketë, siç nuk ka këtu, përderisa këtu nuk ka rezistencë ndaj policisë së Kosovës, e cila është drejt për drejt angazhuar në rend të ligj dhe në luftën kundër krimit, aq më fakt do të ketë nevojë që ose arsye që dikush ta rezistojë Forcën e Sigurisë Kosovës, e cila do të jetë e përqendruar në kazerma në përputhje me rolin e saj ligjor dhe kushtetues. Ja mislim da je bilo i pola pitanja koje ste rekli da kako će ona funkcionisati u srpske sredine. A ćemo da ti izjelili? Hvala Živkoviću za vaše pitanje. Ja bih malo dopunio. Të plotësoj përgjigjet në pyetjen tuaj. Forcat e sigurisë janë në për kazerme dhe aty zhvillojnë programet e tyre të edukimit, të trajnimit edhe kështu me radhë. Në disa raste mund t'i përdorin poligonet natyror, cilat janë 2-3 vende në Kosovë, edhe ato poligone i përdorin së bashku me KFOR-in. Lokacionet, kazermet për Forcat e Sigurisë Kosovës janë të njohura. Ato lokacione varen prej asaj cilës komun i takon, nuk në varen prej komuniteteve, po për kushet ma optimale në ato kazermet që të jetojnë, punojnë, zhvillohen edukimet e tyre dhe përgatitjet e tyre. Kështu si nuk ka lidhje me vise etnike, mirë po me qëllime, se forcat e sigurisë do t'jenë forcat të vogla prej 5.000 pjesëtarëve, cila do t'jetë një nëslonës tendencat e sajna do t'jenë ajo t'jenë dinamike, aktive, edhe në fatin sa më të shkurtër t'jetë e qasshme në vendin e ngjarjes, nëse diçka ndodh apo zhvillohet. Për tani po përflas, kjo do të ndodh pas 8 apo pas 10 vitesh.
Këto 3 vitet e para, ato të gjitha drejtimet e tyre do t'jenë që të përgatiten të bëhen nesër një forcë e vërtet e sigurisë. Edhe 3 vitet në vazhdim të mësohen si t'i përdorin armet. 3 vitet e fundit, ato do të marrin edhe strukturën e vërtet, edhe të bëhen të gatshme, të bëhen forcat të sigurisë Kosovës. Po flasim për një proces cili do të gjatë 10 vitet, mirë po lokacionet ku ata do t'jenë të vendosur, njën ato lokacione cila do t'i përdorin. Para se të shkojmë në pyetjen e dytë, apo ju përgjigjen, apo ju pëlqejnë përgjigjet, si po ju përgjigjen? Lokacionet cilat janë planifikuar ata ma i përdorin. Ku janë ato? Nëse keni ju vullnet, ne do të organizojmë edhe të shkoni ti vizitoni, edhe ti vizitoni 2-3 kazerme, 4 të gjitha kazerma cilat janë në Kosovë, do të organizojmë nga kuvendi, vetëm nëse ju e pranoni këtë, ne me qef do të bëjmë këtë. Kjo është shumë e thjeshtë. Në Prishtinë, në dalje prej Prishtinës, në dalje drejt fushë Kosovës dhe Mitrovicës, te Ura, është një nga kazermet më të mëdha në Kosovë. A kemi ndonjë pyetje tjetër apo koment? Nemanja Stojanović nga Gračanica, već keni përmendur që numëri më të sërve i ka braktisur forcat e sigurisë. Më intereson pse edhe cilat janë pasojat për ata që kanë qëndruar të punojnë forcat e sigurisë. Faleminderit zotërisë Stojanović në pyetje. Unë nuk thash një numër i madh, ma shumë se 100 pjesëtar të komunitetit sërbë në forcat e sigurisë Kosovës e kanë braktisur forcun rreth 50 pjesëtartë. Ka pas presionet e ndryshme si ata janë deklaruar në deklaratat e tyre nga do me thonë verbale me telefone apo kanë incidente edhe me bombe apo me djegjet veturave të tyre. Do të flasim për këtë haptas, e kanë shkruajt edhe mediat për këtë. Ato janë mënyrat e shantazhit, cilat ata e kanë marrë nga linjat, nuk e shohin perspektivën tonë që në të ardhmen të jetojmë bashkë dhe mirë, edhe të jemi në bashkimin evropian së bashku, edhe të shohim të ardhmen tonë edhe të fëmijëve tonë në perspektivë pozitive. Ata cilët kanë qëndruar, edhe i kanë integritetin e tyre më të madh apo më të fortë, ata besojnë në forcat e sigurisë Kosovës, ata besojnë në të ardhmen e Kosovës, edhe ata besojnë në forcat e sigurisë multietnike edhe në të ardhmen e punës tonë përbashkët. Edhe nuk kanë rënë në presion atyre linjave cilat kanë punuar kundër atyre cilët e kanë braktisur forcën e sigurisë. Verëm dhe je bitno još... Se keni të njoftur ju dhe opinioni, disa pjesëtarë të komunitetit serb kanë lëshu forcën e sigurisë Kosovës, kjo është një realitet, po jo të gjithë që kanë lëshu, sot kemi në forcën e sigurisë Kosovës pjesëtarë të forcës së sigurisë Kosovës, kemi edhe oficer, kemi edhe kadet të cilët janë duke u trajnuar, duke u shkolluar në Maqedoni dhe shumë vende tjera nga komuniteti serb që nesër do të jenë oficerët e rinis që do t'i trajnojnë prap ose do t'i komandojnë forcat e sigurisë Kosovës, kështu që nuk mund të themi që e kanë lëshu edhe tash plus ka kërkesa të shumta të rinis nga komuniteti serb që të bëhen pjesë e forcës së sigurisë Kosovës, me të kaluar ligjet e FSK-s
në vitin 2019 do të ketë edhe kompania tjera për regrutimin e komunitetit serb, ka jashtëzakonisht të interesuar që të jenë pjesë e komunitetit serb. Ata të cilët nuk kanë mujtë të përballojnë një presionit nga politikat e dikujt, ata kanë liru, po jo me falën e tyre prapë nuk i fajsojmë, do të këshyrim se çka do të bën këtë rast e Forca Sojës Kosovës lidhur me këta, po ata i kanë disa rregullore të cilat ndoshta nuk mund t'i kthejnë, mund edhe t'i humbin ato pozicione të cilat i kanë pas deri sot. Po kjo çështje mbetet të diskutohet prapë me Ministrinë e FSK-s. Pa e që është me rëndësi, ka nga komuniteti serb ka në FSK, kemi kadet të ri të cilët janë duke shkolluar, kjo është më me rëndësi se sa një pjesëtar i FSK-s, një ushtar, ajo që është më rëndësi edhe kuadrat nga komuniteti serb janë duke u përgatitur sot në Akademinë e NATO-s edhe në vendet e rajonit. Kështu që s'keni çka fregojë se shumë shpejt do të shihni ata në vijat e komandave të trive nga Kosova. Faleminderit. Fatmirës për shëpe. Okej, të heq. Përderisa Kosova është shteti jon i përbashkët. Përderisa këto institucione që ne po i përdorim ose jemi pjesë e tyre, janë institucionet tona të përbashkëta. Përderisa policia është struktura jona edhe institucioni i përbashkët, edhe FSK-ja është forca jona e përbashkët. Duhet ta trajtojmë si tillë sepse ne nuk i kemi, ne këtu jetojmë. Jetojmë me kilometra e dikon me metra larg njëri tjetrit. Dhe e di që problemi i pjesëmarrjes së serbe në forcën e sigurisë Kosovës ka qenë sfidë në vazhdimsi. Por para se të gjithash ne duhet ta çmojmë vullnetin e të gjitha atyre që kanë qenë pjesë, janë pjesë dhe nesër do të jenë pjesë e FSK-s. Pra ne duhet ta respektojmë, ta çmojmë edhe ta ruajmë këtë vullnet, të cilin nganjëherë dikush e sfidon. Jo më shumë se sa politika, askush. Pra atëherë ata njerëz përkundrazi kanë qenë të mirëpritur, janë të mirëpritur nga kolegët e tyre të gjitha komuniteteve në FSK. Janë të mirëpritur dhe do të jetë mirëpritur edhe në të ardhmen. Normalisht që sfida kryesore po del të jetë politika dhe nesër bashkë duhet të kalojmë këtë sfidë. Edhe një herë theksoj, siç Kosova është shtet joni i përbashkët, edhe FSK-ja është dhe duhet të jetë forca jona e përbashkët, sepse tek e fundit ne këtu jetojmë, ne jemi qytetarë të një vendi, të një shteti, dhe pse të mos jemi edhe pjesëtarë të një force të përbashkët. Gjithë ata që e dinë që Kosova është shtet i pavarur, e kanë kuptuar dhe do ta kuptojnë në të ardhmen. Do ta kuptojnë që shteti i ka mekanizmat e saj, e një ndër mekanizmat e saj kryesore është edhe ajo që e mbron integritetin territorial, siç është FSK-ja sotme, apo ushtria e Kosovës së nesërme, kur do të jetë, si do të quhet ajo. Prandaj le ta shohim si diçka të përbashkët, si diçka që i bashkon komunitetet, jo si diçka që i ndan. Nëse bashkimi është më i fortë për brenda, do ta sfidojë ndarjen që imponohet nga jashtë. Faleminderit. Para se të vazhdojmë tutje, unë si drejtori i këtij instituti që sot është një lloj moderator dhe si organizator bashkë me juve, dëshiroj që treve juve të parashtoj një pyetje kështu për arsye se ne jemi marrë me këtë çështje. Kemi bërë hulumtime edhe në veri, edhe në 6 komuna tjera në pjesën nën Ibër këtu me shumicë serbe. Besoj që do ta kuptoni edhe hezitimin e këtyre trive këtu serb, të cilët po parashtrojnë pyetje që ndoshta për dikon është pak e çuditshme, por njerëzit janë pjek pak më shpejt se që i kanë vitet. Neve në hulumtimet që i kemi bërë në veri, na kanë dalë çështje jashtëzakonisht shumë të rrezikshme. Domthonë që ekzistojnë çarçe të caktuara atje kriminale, të cilat në një formë apo formë tjetër janë duke i shantazhuar pjesëtarët e forcës së sigurisë Kosovës serb që janë të asaj pjesë. Dhe siç e dini edhe ju jeni të informuar, ka pas edhe hedhje të bombave në shtëpitë e atyre serbëve si pjesëtarë të FSK-s. Pastaj bile kemi arritur që ta sigurojmë edhe një farë komunikate, të një farë Severna Armija që e quhen vetëm, edhe u ka fut njerëzve në për shtëpia dhe në për vetura që me frigu, që mos jenë pjesë
e FSK-s. Të gjitha këto, ne do t'i them haptas këtu se kështu qëndron. Edhe me këta të rinj të cilët sot janë këtu, edhe cilët pa hezitim kanë ardhur që parashtrojnë pyetje dhe të bisedojnë me juve për këtë çështje, është mirë që ta dim ne sot në këtë institut i kemi diku janë 22 kërkesa qysh mundën të bëhen pjesë e FSK-s serb. Dhe unë e du për juve përgjigjen si një serb mund të bëhet pjesë e Forcës së Sigurisë Kosovës. Edhe në këtë pjesën e parë, nëse ka mundësi që të na japni një përgjigje, për arsye se sigurisht duhet ta dini se edhe këta tri serbë edhe serbë të tjerë hezitojnë nga pak se janë probleme të natyrave të sigurisë. Edhe pastaj po vazhdojmë. Më falni kështu që ndërhyna, po besoj që është nevoja. Për i treve cilën të nështë keni pikpamje. Hoćete da govorim srpski ili albanski? Kako ste rekli? Svejedno. A govorite srpski onda? Mislim da... Mendoj, kjo pyetje lidhur me për pjesën në veri edhe aktivitetit cilat e ndodhin në të pjesë, masë shumë t'i përdoren linjat kriminale. Atyre ju përshtatet kjo situatë të mbet këtu, sepse janë të ardhurat shumë të mëdha. Hajde të flasë butësish nga kontrabandimi, me shumë gjëra, nga alkoholi, droga, barnat edhe kështu me radhë. Atyne nuk ju përshtaten atyre linjave që ajo pjesë të bëhet stabile, sepse ata të veprojnë edhe ata të vazhdojnë të kenë shumë të ardhurat të larta nga ato aktivitete kriminale. Kjo është gjëra e parë. Edhe për atë arsye ata bajnë shantazhime pjesëtarëve të forcave të sigurisë nga komuniteti serb. Kjo është e rëndësishme dhe më kryesore. Nuk janë tendenca patriotike të atyre njerëzve që dikush mos të bëhet pjesëtar të forcave të sigurisë, po janë aktivitete kriminale që ata të kanë mundësi të vazhdojnë me aktivitete të tyre kriminale. Si të bëhesh pjesëtar i forcave të sigurisë, duhet jesh i rritur 18 vjeçar, mbi 18 vjeçar, që jeni me shëndet të mirë, të jeni qytetar i Kosovës, të nënshtrohni testeve shëndetësore që të vërtetohet gjendja juaj shëndetësore, edhe të keni vullnet të jeni pjesëtar të forcave të sigurisë Kosovës. Natyrisht duhet edhe ka nevojë edhe për njohuri cilat fitohen shkollën e mesme, që t'i kalojnë testet, cilat parashtrohen, edhe mendoj që janë parime të thjeshta dhe parametra të thjeshta. Nëse keni fitu ma shumë se 50-60 nga programe cilin e keni mësu në shkollën fillore apo të mesme, ju do t'jeni mundësi të plotësoni ato teste, edhe nëse keni shëndetin e mirë, cili nevojitet për pjesëtarët e forcës, atëherë në konkursin e hapur publik do të mundësot që ju të jeni pjesëtar të forcave të sigurisë Kosovës. Nuk është ndonjë sekret që ka më shumë se 300 kërkesa në forcat e sigurisë nga komuniteti serb që të bashkohen forcat e sigurisë Kosovës. Mirë, po me këto ndodhi, ata pak janë stopu edhe pritet pritin do kohra më të mira në talmon e afërt. Jam të folë për muaj, nuk jam të folë për vite. Faleminderit. Evo, još samo da odgovaram. Sad ćemo sa novinarima, samo još malo. Faleminderit për pyetjen. Edhe përveç që bëni ulëmtimi ju si institut, edhe ne çdo ditë kemi kontakte me deputetët
nga komunitetit, nga lista serbe dhe nga parti tjera. Në të vërtet kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë. Ku thëmë jashtëzakonisht mirë, kemi një bashkëpunim të mirë me deputetet e komunitetit të tjuja. Përderisa për politikën, për deputetet e juaj, nuk është problem komunikimi jonë, pse tjetë problem komunikimi jonë. Kushtet e grupet kriminale që i përmendet ti, është e vërtet që ekzistojnë individ që mundohen me organizimin e disa trive tjetë një grupacione kriminale në veri dhe në emën të patriotizmit të jetë aja pjesë e vendit çdo herë në shënjesër të pushtetit. Shteti i Kosovës është i njohur të gjitha grupacionet të cilat veprojnë sot në Kosovë, por asnjëherë shteti nuk do të zbrafsët nga grupacionet të këtyre individëve, sepse edhe vetë politikanët serb, deputetët e listës serbe janë të interesuar se sa më shpejt të izolohen të njerëz dhe ne nuk guxojmë bim prej e këtyre grupacioneve kriminale që sot veprojnë në veri. Ne duhet të ecim përpara, sepse kush përfiton nga këto grupacione, përfitojnë vetë ata, nuk përfiton as jo, as ne, as kush tjetër. Kriminali mendon vetëm për veti, nuk mendon për të tjerët. Si mund të jemi pjesë e FSK-s, tash posta së Kosovës do të ketë konkurse çdo vit të rekrutimit të pjesëtarëve, jo vetëm të komunitetit, por gjitha komunitetet. Në këto fazat të rekrutimit nga 2019 duhet t'i shfrytëzojmë ne. Besoj që forca sërbe do ta zhvillojnë kompanin e vet edhe në këto pjesë të banuara me serb, ku bashkërisht ndoshta edhe me mendimin e institutit juaj edhe me juve vet, do të depërtojnë të çdo familje e komunitetit serb që të merr ose të thith rinin e shëndosh, sepse për të qenë pjesë e FSK-s duhet me të vërtet të ketë ato të cilat i tha edhe doktori me profesor këtu, dhe duhet të përgatitet sa më shumë edhe të futën në këtë institucion, sepse është një institucion jashtëzakonisht i mirë për të rit. Jo vetëm një vend pune, po është ka edhe pagë të mirë, ka edhe shërbim të mirë, ka edhe vizita jashtë vendit që duhet njohëm me kretë botën, mundësia që i jepet dalja njohëm me gjitha shtetet të cilat sot janë në NATO, njihem me ta. Kështu që mos hezitoni, aplikoni kur vjen koha e hapjes së konkursave. Mundësit i keni, afrohej afër FSK-s. Është e kuptueshme që ky integrimi i komunitetit serb në institucionet e Kosovës në përgjithësi, po në veçanti për forcën e sigurisë Kosovës vazhdon të metet një sfidë. Por para se të binim në presionin e do grup kriminal, siç e quajti zoti Fatmir, i cili kërcënon ndoshta familjet ose pjesëtarët e FSK-s që i bashkangjiten kësaj force, ne duhet që këtë sfidë ta kalonim me kurajo. Dhe pikërisht kjo do duhet të ishte hala motiv më i madh për të bashkangjitur në forcën e sigurisë Kosovës. Se si është rruga drejtë forca e sigurisë Kosovës për të rritë serb, të komunitetit serb, ne e kemi kuptuar, prandaj jemi sot këtu ta diskutojmë, e kemi kuptuar që ka pasur disa sfida. Po mua vjen shumë mirë që këto sfida kanë formën e problemeve për ata që kanë marrë kurajën të bashkangjitjen e FSK-s, por më vjen shumë mirë që këto probleme nuk kanë ardhur nga shumica. Unë jam shqiptar dhe më vjen shumë mirë që këto probleme nuk kanë ardhur nga komuniteti, nga shqiptarët. Edhe më vjen mirë që këto probleme ose këto sfida ose këto kërcënime tash i quaj nuk kanë ardhur nga shoqëria e mirëfillt e Kosovës, nga cilëdo komunitet. E kuptueshme sipas folumtimeve të institutit tuaj, këto kërcënime kanë ardhur nga grupet veçanta kriminale, e tash na duhet që të nënshtrojmë këtij presioni, normalisht jo. Pikërisht kjo do të jetë motiv hala më i madh i ju që të jeni pjesë edhe kësaj force. Por mos të harrojmë policinë e Kosovës. Policia e Kosovës është një institucion po ashtu i sigurisë. Është një institucion i autorizuar shtetëror i sigurisë në Kosovë dhe mund të përdoret si model i mirë i integrimit të komuniteteve në këtë forcë. Unë jam shumë i bindur se shumë prej jush
prej familjet juja ose rrethit juaj familjar kanë policë, kanë pjesëtar në policinë e Kosovës. Dhe çfarë problemi është ky? Normalisht nuk është problem. I njëjti model mund të përdoret edhe në rrugën e integrimit dhe të rekrutimit edhe në forcat e sigurisë Kosovës. Prandaj mos e shihni forcën e sigurisë Kosovës si një institucion i përjashtuar nga ato institucione të tjera të Kosovës. Jo, siç Shteti i Kosovës ka institucionet e saj të sigurisë, policinë e Kosovës, AKI-n, zjarr fiksit, pastaj doganat, ka edhe ushtrin. Pse duhet forca e sigurisë Kosovës të konsiderohet ndryshe prej të tjerëve? Normalisht për deri me tani asgjë tjetër s'ka qenë përveç se disa arsye të pakuptueshme politike që nuk burojnë nga këto. Sa përket përfaqësimit tuaj në Parlamentin e Kosovës. Unë për vete nuk jam i kënaqur me përfaqësimin tuaj në Parlamentin e Kosovës. Na ata i kemi kolegë, bëhet fjalë për disa deputet të listës serbe, të cilët në Parlamentin e Kosovës jam kogja i bindur që më shumë nuk përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve serb të Republikës Kosovës. Unë do të doja që cili do të deputet në Parlamentin e Kosovës të përfaqësonte vullnetin e votuesve të vet. Në rastin konkret, unë do të doja që në Parlamentin e Kosovës të flisja me përfaqësuesit të drejt për drejt të interesave të qytetarëve të Republikës Kosovës. Nuk jam i sigurt që kjo po ndodh. Duke e ditur që edhe vetë në grupin punues të këtyre ligjeve, pjesëtarët e listës serbe kanë hequr dorë nga pjesëmarrja, nga procedimi, madje nuk kanë qëndruar as në sallë. Një abstenim i tillë, një largim i tillë nga diçka që ju intereson, edhe që është interes i qytetarëve serb të Kosovës, unë mendoj është një mos përfaqësim i interesave të qytetarëve serb të Kosovës. Ata mund të vinin edhe në grupin punues ta debatonin dhe gjithë ato çfarë ne sot po i dëgjojmë, ti dëgjon nga ata, por unë po mendoj që prapë se kjo nuk është rruga më e mirë e përfaqësimit të serbëve qytetar të Republikës Kosovës në Parlamentin e Kosovës. Unë do të doja që ju të kishit atje përfaqësuesit të cilët flasin emën tuaj, por deri me tani shumë pak zëri juaj dëpërton përmes atyre deputetëve në Parlamentin e Kosovës. Isha kaq i drejt për drejt, sepse pas të nevojshme edhe një herë ta them atë para jush çfarë ne themi në media, çfarë ne themi në parlament. Qytetarët serb të Republikës Kosovës edhe të gjitha komunitetet duhet të jenë të përfaqësuar nga deputetët e tyre, që unë mendoj tash për tash nuk jeni të përfaqësuar siç ju e meritoni. Faleminderit për përgjigjen. A ka mundësi veç pak se kjo është me debat. Jo, është debat me qytetar. Do t'ja ullo mundësinë edhe gazetarëve, edhe pse nuk është para po, por tash e mora nga kryetari i komisionit parlamentar mundësinë për arsye se kena thirrë gazetarë dhe besoj se nuk është keq edhe nga ndonjë pyetje ata, veçanërisht edhe gazetarë të mund të kësaj sfere këtu që janë bashkë. Pre svega, da li se vama čini da ste da sada, posle odgovora... Përgjigjeve cilat i keni marrë nga 3 deputetët, cilët janë pjesë komisionit parlamentar, si mendoni, ajo mjegulla cilën ndoshta e keni pasur, a mendoni që jo malet është me ardhur deri te ai qëllimi cilin hajde Nemanja Živković, çfarë ju mendoni? Edhe zonja këtu? Živković, çfarë mendon? A kanë arrit këta që t'ju bindin diçka çfarë ju nuk e keni ditur deri tani? Para se gjithë mendimit e gjithë serbet është kundër forcës së sigurisë Kosovës. Kjo është një mendim krejt normal. Edhe unë ashtu mendoj, unë e besoj se shumica, 90% serbe ashtu mendojnë. Pse? Mendojnë se arsyeja qëndron aty që mos të vinë deri te lufta, se nëse vjen deri te lufta me Serbisë dhe Kosovës, larg koft, çfarë do të bëjnë ata serbë që janë pjesëtar të forcës së sigurisë Kosovës? Çfarë funksioni do të kanë ata atëherë? Kto do doja të dija. Nemanja, ha? Unë nuk mendoj që gjithë serbet janë kundër FSK-s. Pra këtu... 90%. As me këtë shifër nuk pajtohem. Madje unë mendoj që edhe ju vetë personalisht nuk jeni kundër FSK-s. Por,
aq më shumë kur ne komunikojmë, do ta kuptoni që FSK-ja jo që duhet jeni kundër FSK-s, por është përfitim, është beneficion për gjitha komunitetet. Dhe ana tjetër, pasja e Kosovës, ushtrinë e saj nuk nënkupton luftë, përkundrazi, nënkupton paqe, sepse ushtrit nuk bëhen për të luftuar, po bëhen për të ruajtur paqen, për të ruajtur stabilitetin. Serbia ka polici, Kosova ka polici. Ku luftuan këta me një tjetër? Deri me sa 20 vite. Normalisht që nuk luftuan me një tjetër. Edhe kur Kosova ta ketë në nivel tjetër, akoma më të lartë ushtrinë e vet, kjo nuk nënkupton që do të ketë luftë. Përkundrazi, ushtria e Kosovës ose forcat e sigurisë Kosovës, një forcë profesionale multietnike, ne të kupton të kundërtën, ne të kupton paqen, ruajtjen e paqes, edhe stabilitetit. Pra, do të kërkoja për jush, si të ri që jeni, mos e shifni ushtrinë dhe luftën bashk. Mos e shifni ushtrinë si diçka që nënkupton luftë. Aq më tepër që nënkupton luftë, më ndaj shtet fqini. Sepse ju edhe dini. Kosova dhe në kushtetutën e saj ka të përshkruar shumë mirë. Nuk ka pretendime territoriale. Dhe nikosisht nuk do të jetë, as nuk do të ketë forcë agresore. Kosova është një shtet i gjithë qytetarëve të saj, një shoqëri multietnike, edhe institucion duhet i kemi të tilla. Unë e kuptoj që ka munguar komunikimi deri më tash. Po të kishte komunikim më shumë, ai përqindja do të binte akoma më shumë. Dhe nuk do të ishte shumica e qytetarëve të një komiteti të caktuar që do të ishin kundër FSK-s këtë rast, por përkundrazi do të kërkonin edhe më tepër të bëheshin pjesë e saj. Ne nuk jemi këtu për të joshur. Unë personalisht nuk jam për t'ju joshur. Ne jemi për të komunikuar me një tjetrin, për ta kuptuar akoma më shumë rëndësinë, sepse të gjitha komunitetet duhet jenë përfshira në institucion siç është Forca e Sigurisë Kosovës. Edhe unë pres rezultate prej kësaj, dhe nëse ju mendoni të kundërtën, pikërisht thuani lirshëm, po e thoni para 3 deputetëve të Parlamentit të Kosovës, të cilët janë të gatshëm t'ju kuptojnë, t'ju mirë kuptojnë, po edhe pse jo, të marrim mësim prej jush, sepse ne nuk jemi thjesht këtu të vim ta bëjmë një ligjërat para mediash, po jemi këtu që me një dëgjim publik ta ketë efektet e saj. E kemi në dorë 3 ligje dhe të t'i bëjmë ashtu siç është më së miri në përfitim të gjithëve dhe në dëm të askujt. Ky është komenti im. Dhe më në predstavega mislim da vidiš Vučić i thash se gledaju u Briselu svake nedjelje i to je... Në Bruxelles çdo javë, ky është një farë normalizimi i marrëdhënieve. Nuk do të flasim për lufta sepse siç e sheh edhe komuniteti ndërkombëtar edhe të gjithë të tjerë flasin edhe mram kanë qenë së bashku atje, edhe ne jemi këtu të tentojmë ata kërkesat tuaja, mënyrën e juaj të mendimit, t'ju tregoni atyre, t'ju tregoni çfarë po ju mundon juve. Pse është kjo kështu? Disa nga përgjigjet kemi marrë këtu. Zotri Xhelili ka thënë që për shkak të aktivitete kriminale në veri, për shkak të kriminalet e dojnë mos të ekzistojnë kjo që ata të punojnë sa më lehtë segmentet të shoqërisë dhe të shtetit që ato t'i pamundsojnë. Po ashtu edhe zotri Selimi i tha të njëjtën. Para juve janë 3 deputet cilët kanë përvojë jashtëzakonshme në të gjitha. Ata janë deputet cilët deputet edhe të luftës edhe të paqes. Njerëz cilët e kanë kalu shumë gjëra në jetë, nëse ata kanë mund të transformohen edhe të dëshirojnë thjesht me juve të ndajnë të gjitha ato cilat janë të mundshme, unë mendoj si kjo është shumë pozitive. Aleksandar Blagić, aktivisti i Graçanit, çfarë bën Kuvendi i Kosovës për sigurinë e serbëve në forcat e sigurisë? Edhe çfarë planifikon me bë për sigurinë e pjesëtarëve? Faleminderit për pyetjen tuaj. Kur kanë kaluar ligjet në dëgjimin e parë, unë e kam folë pikërisht për këtë çështje, edhe unë e kam kërkuar nga strukturat tona të sigurisë, policisë dhe të tjerave, që së pari edhe prioritetin e parë të japin siguria e pjesëtarëve të forcave të sigurisë Kosovës,
edhe atyre që janë akoma, edhe atyre cilët e kanë braktisur në presione. Unë mendoj që ato struktura do të punojnë, do të kryejnë punën e tyre, e din punën e tyre, edhe mendoj që për kohë të shkurtër do të identifikojnë të gjithë ata cilët i kanë kërcënuar ata persona, edhe që ata do të marrin pjesëtarët të cilët kanë qenë, do të marrin, do me thonë, mundësin të kthehen prapë në Forcat Sigurisë Kosovës. A ke marrë përgjigjen? Pošto je prošao ceo sat. Pošto sat vremena, onda ćemo Azija, ako mundësi të morëm ndonjë pyetje edhe prej gazetarëve. Imaju, ajde, pošto si prva bila, evo, slušamo. Dobar dan, Zorica Orgučić, Radio Televizije Kim. Radio Televizioni Kim dje, kryeministri Haradinaj e ka paralajmëruar formimin e ushtrisë deri në fund të nëntorin. A mendoni se është kjo shumë reale, edhe nëse kjo të ndodh, ashtu së shpejti si do të reflektohet në ecurinë e dialogut të Beogradit dhe Prishtinës në rend parë në situatën e sigurisë, sidomos në veri ku parashihet dërgimi në njësie në veritë Kosovës. Za vaše pitanje, mislim... Tuaj, kretë mos marrëveshja lidhur me këtë krijimi i Forcës Sigurisë Kosovës, cilën apo i quajmë ushtria apo jo. Ky është vetëm fillim një procesi të krijimit Forcës Sigurisë në kuptimin e marrjes ingerencave të reja dhe kompetencave që të veprojnë në kornizat kushtetues dhe këtë ligjit. Kjo spaku do duhen 8 deri 10 vite deri ata do të bëhen ushtri çfarë ju po e quheni, edhe pse ato do të quhen Forcat Sigurisë Kosovës. Kur të shkohet në dëgjimin e dytë, a do të shkohet në nëntor apo dhjetor, janar apo shkurt, unë nuk di. A duhet të shkohet përmes të gjitha komisioneve cilat janë në parlament, të ndëgjojnë nga në varet prej politikave të partive politike, a do të aprovohen ato amendamente, do të shkohet në dëgjimin e dytë, edhe kur shkohen në seancën e dytë kuvendet, këto edhe të votohen këto ligje, nga ajo ditë do të filloj dita e krijimit Forcës së Sigurisë Kosovës, që të marrin kompetencat pas i procesi që të jenë në gjendje të ruaj integritetin e Kosovës. Asgjë nuk do të ndodh, sidomos ato çfarë përmendët një njësi cila do të dërgohet, një tokë, ato janë planifikimet brenda Forcave të Sigurisë Kosovës. Të keni parasysh që jemi të folë për 50.000 veta, 500.000 veta, po flasim për 5.000 veta, cili do të ndohen për njësijet e ndryshme, ku kemi shtesë 2.000 gjysë prej tyre do të ka nevojë për edukim, trajnime, mësime, edhe kështu, ky është një proces. Asgjë nuk do të ndodh as në dhjetor, as në janar. Kërkoj falje. Ato çfarë unë e kam kuptuar që tema e sotshme apo qëllimi i këtij takimit ka qenë debat publik për paketin e 3 ligjeve për Forcat e Sigurisë Kosovës. Unë nuk dëgjova që ju shpjegut apo askush nga ju çfarë përmbajnë ato ligje, cilat konkretisht i referohen. Për shembull, çfarë strukture do të ketë, në çfarë mase dhe çfarë numri do të jenë të përfaqësuar komunitetet të pakicë në Forcat e Sigurisë Kosovës. Tani ju Xhelili në fund thatë nga 5.000 nga pjesëtar aktiv, edhe
2500-3000 do t'jenë të angazhuar në forca rezerve, do t'i kalojnë trajnime e tjera. Ajo çfarë është fakti këtu, në përgatitjen e ligjit apo amendamenteve, ju Xhelili keni përvojnë këtë marrin pjesë ekspertë të cilën e njohin fushën apo sistemin e mbrojtjes. Unë sot jam të dëgju këtu ma tepër kampanjë për atë si Serbët hynë apo të bashkangjitet në forcat e sigurisë Kosovës se për diçka çfarë quhet kemi draft të ligjit në të cilin dikush do të jep, do me thonë, vretje qaj nën të nenit 185 plotësohet apo ndryshohet në atë pjesë. Nuk dëgjum këtë. Çfarë me këto ligje parashihet, çfarë planifikohet, çfarë sistemi pas 10 vitesh do të ketë, çfarë sistemi organizativ do të jetë në forcat e sigurisë. Ato nuk e ndëgjuam, nuk dëgjuam. Unë e kërkoj falje. Thjesht kem në situatë, bëjmë një kampanjë me këta të rinë këtu, t'i bindim, mos u friksoni hini në forcat e sigurisë Kosovës. Në vend, si që keni caktu këtë debat për setin e ligjeve, ne jemi të dëgjua kampanjë këtu, a duhet dikush të hynë ajo. Kjo nuk nëvaret nga këta fëmijë këtu. Kjo nuk nëvaret. Kjo nëvaret prej atyre kolegëve juve poshtë, cilët janë tullun ato hotelet, a do të thojnë, hajdini, po shkojmë në aplikoni në forcat e sigurisë e Kosovës, apo jo. Kjo nuk nëvaret prej këtyre. Sa më jedë në sekundu. Para se gjitha në i gjo, këta i kanë parashtru pytjet, këta i në përgjith do pytje. Kjo është korekte. Këto të tjerat, vetëm një sekund, natyrisht, plotësisht kete drejt, ata këto janë me spjegu. Në botën e internetit dhe këtu ka rini të cilët janë rini të epokës e internetit, të cilët ka një rritë mjaftueshme edhe përmes internetit, por edhe për të trija ligjet, të cilat janë të publikuar tashme, dhe unë e paramendoj që secili që është ftuar dhe ka pranuar të vijë këtu, para së gjithash është konsultuar me natyrën e atyre ligjeve. Janë 3 ligje dhe normalisht që ne nuk mund t'i shpalosim këtu nën për nën, por mund t'i interpretojmë ato që ka jenë me interes për të thënë në një takim publik këtu. Pra unë mendoj që ju i keni parë paraprakisht duke përfshirë edhe zotrin i cili bëri pyetjen. E dyta, ju thatë që këta nuk vendosin për të qenë forcë sigurisë ajo. Jo, unë mendoj të kundërtën, këta duhet vendosin. Pa asnjë lloj presioni, pa asnjë lloj joshje tjetër, por këta duhet vendosin. Prandaj unë e sfidoj këtë që ju e thatë, zotri, që këta fëmijë, që për mua nuk janë fëmijë, janë të ri, janë të shkolluar, janë të arsimuar mirë, këta duhet vendosin vetë, që t'i bashkangjiten apo jo. Se çfarë natyre këta e kanë këto 3 ligje, ndoshta mund t'i përshkruaj me një fjali ose 2 fjali. Forca e Sigurisë Kosovës është një forcë profesionale, multietnike, me karakter multietnik, që i përket të gjitha komuniteteve, jo të një komunitetet saktuar, dhe të gjitha komunitetet mund të shohin veten në këtë. Struktura, ju pyetët për strukturën, normalisht që ne kemi çka të flasim me orë të tëra për strukturën, po unë shpjegoj edhe një herë që struktura kësaj është strukturë e një force e ndarë në 4 komanda, e shtrirë në gjithë territorin e Kosovës ku të që ka nevojë dhe parashifet në aspektet operacionale. Kaq numri i kësaj force parashifet që tjetë deri në 5.000 pjesëtar aktiv dhe rreth 3.000 rezervë, kaq është e thjeshtë, por po ashtu mos harrojmë se këto 3 projekt ligje në fund të secilit projekt ligj është një nen i caktuar i cili ka të bëjë me dispozitat kalimtare. Zoti Xhelili e shpjegoi mirë që dispozitat kalimtare parashofin edhe afatin e strukturimit dhe implementimit të këtyre ligjeve që është për rreth 1 dekadë. Pra ka nevojë rreth 1 dekadë të ketë trajnime, ka nevojë rreth 1 dekadë të ketë edhe mbështetje të vazhdueshme qoftë në aspektin financiar. Pra, ne po flasim për dispozitat kalimtare që kanë të bëjnë me disa vite rresht. Por sa i përket pyetjes së gazetarës paraprake, ndoshta do të jap një koment shumë të shkurtër. Ai tha që ka deklaruar kryeministri që ne
gjatë nëntojë do ta formojmë ushtri. Jo, ai ka deklaruar diçka që është procedurale. Këto projektligje kanë ardhur në Parlamentin e Kosovës, kanë kaluar në leximin e parë, kanë disa procedura të kalojnë nëpër komisionet të përhershme dhe komisionet parlamentare, do të shërtohen dhe është një afat i caktuar ku është kompaktibile që brenda këtij muaji të shkojmë edhe në lexim të dytë, pra. Çfarë ka deklaruar kryeministri, ka deklaruar që kanë ardhur lexim të parë, është një afat kohor, mund të jetë maksimumi 2 muaj, nuk jam shumë i sigurt për momentin kur vinë derisa kur të procedohen krejt. Dhe në fund vim që në gjatë nëntorë do të kalojmë në lexim të dytë. Dhe kjo nuk do të thotë që gjatë nëntorë të kalojmë në lexim të dytë dhe të ushtria të nisë marshimin, përkundrazit tani projektin e saj të ngritjes së kësaj strukture, e cilat për arsyet që tashmë dihen do t'i marrë disa vite kohë. Pak se ka dhe një koment, zoti Xheli. Gospodine Nedželjko, hvala za vaše pitanje. Mi se na neki način izvinjavamo. Ne kërkojmë falje, ne kemi supozu që ato dhanat themelore për forcat e sigurisë Kosovës, zotreti di që forcat e sigurisë Kosovës i kanë 2500 pjesëtar, bët fjalë për 3 ligje, një është për Ministrinë e Mbrojtjes, sepse deri tani kemi pas ministër të forcës së mbrojtjes. Tani do ta kemi Ministrinë e Mbrojtjes, cila do të ketë edhe disa antar administrativ që t'i bajnë përgatitje, mbikëqyrje edhe tjera gjëra administrative. Ligji i dytë është për forcën e sigurisë Kosovës, edhe ligji i tretë është për shërbim në forcën e sigurisë Kosovës. Esenca këtyre ligjeve është të spjegojnë kompetencat e ministrit, kur do të kenë rastin ta nënshkrujnë ndonjë marrëveshje ndërkombëtare që të mundsojë forcave sigurisë Kosovës që të veprojnë ndonjë situatë emergjente, do të shkruaj rregullat edhe rregullat e shërbimit, ai ekip edhe në kuptimin esenca këtyre ligjeve që t'ju mundsoj zhvillimin e forcave sigurisë Kosovës në atë afat kohor cilit ne përmendëm nga 8 deri 10 vite. Është e pamundur për një muaj që të formohet forcat sigurisë Kosovës në atë kuptim, edhe të kanë kapacitet që të bëhen, të kanë kapacitet të mbrojnë shtetin. Faleminderit. Izvolite. Besnik Krasniqi iz koha ditore. Osim kod razlog za ovo, ono što je rekao gospodin Đeliri na početku je rekao, odavno nije govorio na srpskom jeziku i ovo daje da se shvati da je nedostajala komunikacija sa Srbima. Od gospodina Redžepija smo čuli jedan drugačiji diskurs od onoga svakodnevnog koji on ima. Govorio je mnogo o multietničkoj snazi, o multietničkom Kosovu i spomenuo je kako jedan član Ustava kaže da Kosovo nema teritorijalne pretenzije u odnosu na druge zemlje. Nasuprot tome što pokret Vetvendostrije samopredeljenje ima za cilj, znači zastupa spajanje sa Albanijom. Da li smatrate sebe akterom ovog nedostatka komunikacije sa Srbom i ove situacije koje danas imamo sa Srbima, pošto niste komunikovali sa njima i pošto ste koristili taj, odnosi se na gospodina Redžepija, pošto ste imali taj diskurs za spajanje sa Albanijom, vaš diskurs danas je bio drugačiji od onoga svakodnevnog, gospodine Redžepi. Koliko mislite da ste vi akter za realnost sa odnosom koji mi imamo sa Srbima kao politička klasa Albanaca? Po falenderit, unë ju referova normave kushtetuese dhe kushtetutës së Republikës Kosovës dhe ligjeve të Kosovës, të cilat sot janë në fuqi dhe unë ju respektoj. Është e kuptueshme që në momentin e parë kur do të kisha mundësi ta ndryshoja kushtetutën e Kosovës, ju e dini tashmë cilat janë qëndrimet tona. Dhe kur nuk duhet t'i shohim në kontraval respektimin e sotme të kushtetutës, të integritetit territorial të Republikës Kosovës, edhe as të suverenitetit, e as të asaj që ju referoni në bashkitë të drejtës së shqiptarë për bashkim kombëtar, sepse këto nuk janë kundër në njëri tjetrit, përkundrazi janë komplementare me njëra tjetrën.
Pra kaq për politikën, sot po flasim këto. E dyta, unë nuk kam ndryshuar diskurs dhe besoj që jam të njëjtin diskurs sepse pikërisht, nëse ju referuat asaj edhe me lejen tuaj ndoshta me fajin tuaj thojza unë po dal nga qëllimi i këtij takimi, nuk kemi ndryshuar kurs, përkundrazi. Edhe në raportet e brendshme të qytetarëve të Republikës Kosovës, e kemi theksuar se mungon komunikimi i duhur dhe i domosdoshëm i shumicës dhe i qeverisë dhe institucionet të Kosovës, pra mungon komunikimi i drejt për drejt me qytetarët e Republikës Kosovës. Ne jemi opozitë dhe kemi kërkuar sa herë. E dyta, ne po ashtu me këta njerëz duhet të komunikojmë në mënyrë të drejt për drejt dhe nuk duhet të komunikojmë përmes Beogradit. Dhe duhet kemi komunikim sinqert. Dhe e theksoj edhe një herë. Këtë e kemi thënë me 10 herë që mungon komunikimi i drejt për drejt me qytetarët serb, me bashkëqytetarët tonë. Dhe e dyta, mungon një komunikimi i domosdoshëm për të arritur integrimin e këtyre njerëzve. Këta njerëz nuk integrohen nga distanca. Këta njerëz integrohen dhe këta njerëz mund të integrohen vetëm duke komunikuar me ne me një tjetrin. Pra pikërisht jam përputhje me ato linja që ju referua si linjat e vetëvendosjes dhe unë përmendoj që pikërisht atë po e bëjmë sot. Atë çfarë është e duhur, atë çfarë është e nevojshme. Nuk po zgjatëm më tepër në këtë problematik për arsye se sot kemi një dëgjim publik për një arsye këtë tjetër, por diskursi im është i njëjtë që ka qenë në atë formë. Përkundrazi mendoj që janë të njëjtën rrugë. Faleminderit zoti Selimi. Vetëm një çështje ta komentojmë. Dëgjoj. E para, mos dalim prej temave. Ne jemi këtu për temën për cilën e keni marrë ftesën ju të media të gjithë. Dhe nëse mohemi temës, ne kem të drejtë të pyetëm. Përndryshe, nëse dalem jashtë teme, ne e mbyllëm këtë debat edhe shkojmë se cili prish tonë. Prandaj, mos dilni jashtë ty në kornizave këtu. Nëse dilni jashtë kornizave, nuk do të ketë përgjigje prej nëse është në këtë çështje për cilën jemi. Urdhë, Besnik. Besnik Tahiri, Klan Kosova, unë kam një pyetje për 33 deputet. A guxoni me shku zveçan, për shembull, edhe me bajt një debat të tillë? Dhe pyetja e dytë është po flitet për garnizonin në pjesën veriore të Kosovës. Nëse mundemi na thonë ky garnizoni a parashet që komandanti i tij ose udhëheci me qenë një pakicës serbe, edhe a janë këto veç debat për me nxjerrë situatën, apo me të vërtet parashihet që kjo pjesa do thotë ky garnizoni të jetë me një udhëheqës serb, edhe çish keni mja bë me NATO kur NATO thotë që ka një marrëveshje, do thotë jo të shkruar po gojore, që pa lejen e autoriteteve lokale dhe pa lejen tonë, FSK-ja nuk mundet me shku në veri. Faleminderit. Gazetar, faleminderit. Komisioni vitin e kaluar ka vizituar gjitha stacionet policore në pjesën veriore të Kosovës. Edhe sot jemi të gatshëm me shku kudo që ka nevojë për debate publike lidhur me këto ligje. Pa marrë parasysh apo në Mitrovica, Zveçana, edhe sot që jemi këtu në Prizren ishëm javën e kaluar, nuk e kemi problem. Sa për garnizoni është në Mitrovica, që përfaqësisht është i mjaftueshëm për atë pjesë, njëherë për njëherë nuk është planifikuar diçka tjetër, por ato që ti e thave nuk është as në ligje, as në planin e FSK-s, kështu që nuk do të ketë ato ti që si e bëre pyetjen, do të ketë një garnizon të komanduar. Se a do të ketë komandant nga komuniteti serb në moment që i plotësojnë kriteret të cilat janë para me lejes dhe rregullore e FSK-s ose ata oficerë të cilët sot janë duke u shkolluar në akademitë në Maqedoni, në Turqi dhe në akademitë e NATO-s, ata në moment që arrin ato kriteret, që mos jenë edhe komandantët të ushtrisë. Po a do të ketë komandë të veçantë? Nuk do të ketë komandë të veçantë. Faleminderit. Vetëm të përgjigjem ky institut për afirmimin e marrëdhënieve drejtnike Besnik e ka degën e vet edhe në Zveçan, edhe në Leposaviç, kështu që pa problem mund të organizoj këtë çështje se kështu e kuptova. Izvolte.
thjesht vetëm një pyetje, pasi keni ardhur këtu në këtë debat, unë u habita se jeni vetëm ju për Parlamentit të Kosovës, ku i keni kolegët e juj, aty nuk shiheni që pini kafes bashku, kur gjës po pajtoheni, këtu po më duket ka qenë shumë e arsyeshme me qenë ata dikush pyetën. Sërte. Nëse keni ardhur vend, një bind, trit, ata pak është nështë, janë... Po reklam po boni, ju lutem, më falni. Fushat, ani shumë e mirë fushata, po nuk mundet me qenë, mos me pas asë një jeni. Forme juja, falni, kjo forme juja e dekurajon qytetare. Unë jam që ajo që e shof që ashtu, falë, nështë të pogaboj, unë e shof se pa marrë pa asysh, na kur shku, po zbashku ka duhet me qenë, pse a i keni thirë, mu po me intereson vetëm a i keni thirë, juve për ju drejtona. Me le, unë do t'ju përgjigja në mënyrë shumë sinqert. Këtu jemi tre deputet të përfshirë mazhorancë dhe opozit, pra nuk jemi të asnjë subjekte politike. Nuk jemi të një subjekte politike, jemi tre subjekte politike, unë përfaqësoj opozitën këtu. Pyetjen të cilën na bën neve, normalisht mund të na bëni këtë pyetje, ka legitimitetin e vet. Po para se gjithashtu do duhet t'ia bëni të pyetjen atyre që nuk kanë ardhur sot këtu. E para janë thirr, dhe dyta mund t'ia bëni pyetjen pse ata nuk janë pjesë e procedimit të ligjit. Ata kanë ndonjë përgjigje, por ne nuk mund të përgjigjemi në emër të tyre. Ne ishim të gatshëm që të vinim jo vetëm ne të tre, por të gjithë deputetët që kanë qenë të ftuar anëtarë të komisionit, dhe sot këtu nuk jemi siç thash në fillim për t'i joshur. Jemi në debat, jemi në dëgjim publik, ku dëgjimet publike parashihen për gjitha ligjet. Për disa ligje bëhen më shumë dëgjime publike, për disa ligje bëhen më pak dëgjime publike, varësisht nga rëndësia. Ne kemi vlerësuar që është e rëndësishme që të kemi dëgjim publik në këtë hapësirë, pra ne nuk kemi ardhur, ne jemi këtu, sepse Prishtina edhe Çaklavica janë në gjithë pothuajse me një tjetër. Dikush mund ta kemi shtëpinë më afër këtu, dikush më larg, por ne nuk kemi ardhur këtu. Jemi në vendin ton duke bërë një dëgjim publik për një ligj të caktuar me një komunitet të caktuar. Pse kush nuk ka ardhur, mund të pyesni ata kur të shihni në kuvend. Veç pak, ju lutem. I kena edhe dy pyetje, edhe e përfunduam. Do 12 ste rekli da traje. Budimir Ničić, Glas Amerike. Govorili ste da nedostaje komunikacija sa Srbima, odnosno srpskom javnošću. Moje pitanje je zašto, ko je za to odgovoran i zašto Skupština u pojedinim slučajevima diskriminiše, slobodno mogu tako da kažem, srpsku javnost, pa i ovi zakoni o kosovskim bezbednosnim snagama kad su bili na dnevnom redu također je došlo do diskriminacije, jer vi verujem da dobro znate da kad tamo nema srpskih poslanika u sali, da srpska javnost, odnosno nema prevoda na srpski, tako da i televizija koja prenosi Skupštinu automatski prekida ovaj prenos. Atë transmetim të kuvendit? Pse nuk ju po mundsoni sërbëve të ndëgjohet? Edhe për këto ligje, edhe për gjërat e tjera, edhe kjo rezolut për dialog kur është shqyrtu, pashtu s'ka pas deputet sërb, pashtu nuk ka përkthim në gjuhën sërbe, edhe publiku sërb është mangut, ju jeni përfaqësues atje të gjithë qytetarëve, po edhe sërbe besoj. Pse kura i diskriminim të ndërprihet? Sepse tani zotri Xhelili po thot, po çuditet pse gazetarët nuk janë të njoftuar me këto ligje. Si të njoftohemi kur ne atje nuk kemi përkthim, si atëherë publiku i gjithë njoftohet. Faleminderit shumë zotri Ničić për pyetjen tuaj, edhe për komentet tuaj ma mirë të them. Sa i përket përkthimet në kuvendin e Kosovës, unë për herë parë po ndëgjoj që nuk ka përkthim në kuvend, çdo herë kemi kur të dalin deputetet sërbë ndërpritet përkthimi, unë do të angazhohem personalisht kolegët e mi, a janë prezent apo jo të ketë përkthim të gjitha bisedat, diskutimet të lidhur për çdo çështje. Për herë parë ndëgjoj këtë. Në Kosovë, sa i përket në raportin e komunitetit sërb, kemi ma tepër diskriminim pozitiv, se sa diskriminim cilit ju e shprehet.
Kërkoj falje se ne me krejt përpjekjet tona tentojmë ta integrojmë komunitetin sërb në institucionet sistemit të Kosovës edhe me knaqësi. Kesh I pamundsuar t'i përgjigjem zotriut më herët që do të ketë më tepër se 10% të komuniteteve të Kosovës në forcat e sigurisë dhe sërbet dominojnë në atë përqindje. Une edhe në kuvendit kam thënë, une personalisht mendoj edhe është çështja ime personale si lista sërbe nuk I paraqet intereset e komunitetit sërb, që ne jemi të vetëdijshëm dhe dim që ka pas kandidat tjera partive politike sërbe për zgjedhje, fatkeqësisht nuk I kanë fituar zgjedhjet, edhe une jam I vetëdijshëm që vetëm lista sërbe nuk I paraqet intereset e komunitetit sërb. Edhe komuniteti sërb ka edhe interese tjera. Ju në bërë disa anketime para 2-3 vitesh edhe vitin e fundit të komuniteti sërb. Komuniteti sërb është interesuar për punësim, për zhvillim ekonomik edhe për jetë më të mirë. Mos jenë në presionet të linjave kriminale dhe kështu me radhë. Sa I përket ligjeve në fjalë për të cilët jemi duke folur, ne jemi të gatshëm këtë debat ta vazhdojmë nesër pas nesër të deklarojmë edhe të tregojmë edhe të shpjegojmë çfarë paraqesin këto ligje. Janë 3 ligje të vogla edhe ne asgjë nuk kemi bë deri tani në mënyrë jo transparente, se qëllimi jonë është të jemi sa më transparent ndaj publikut, ndaj institucioneve. Une jam I vetëdijshëm që kem koleg deputet cilët nuk janë nga lista sërbe, cilët nuk mendojnë si lista sërbe edhe nuk I përkrahin forcat e sigurisë Kosovës, mos flas në emër të tjerëve. Une jam I vetëdijshëm edhe jam I sigurt që në votimet në zgjedhjet e radhës do të kemi një përmbajtje tjetër deputetëve sërb në kuvendin e Kosovës, sepse ju vetë jeni bindun edhe po bindeni çdo ditë kush më tepër e ruan edhe lufton për interesat tuaj, nga interesat në kuptimin ekonomik deri te aspektet tjera. Unë e di që në viset tuaja kemi njerëz të cilët ma shumë mendojnë për interese tuaja se sa për interese personale. Mos jenë kjo një farë kampanje, të lutem shikoni mirë për kanë po votani. Apo ja japni votun atira cili do t'improvojnë interese tuaja, apo interesat e ti personale. Mos punoni asnjëherë kundër popullit. Nëse ju punoni për të mirën e popullit e për të mirën të gjitha neve, do t'jetë mirë për të gjitha komunitetet etnike në Kosovë. Zotri Ničić, nuk di a jeni të kënaqur me përgjigjen time, ne në të ardhmen do t'jemi me juve që të gjitha përkthimet të shkojnë në kuvend edhe në gjuhën sërbe. Në komisioni ton, çdo herë përkthehet kur janë prezent anëtarët e komisionit edhe kur nuk janë prezent anëtarët e komisionit nga listat sërbe. Mikrofon. Oficialisht nga sekretari I kuvendit kemi marrë përgjigje që kuvendi e ka një farë marrëveshje me ata përkthyes që ata të përkthejnë vetëm kur janë në sallë deputetet sërb. Pajtoheni se kjo është një diskriminim krejtësisht. Do ta korrigjojmë deri tani nëse ka qenë ashtu. Unë personalisht nuk kam qenë njoftuar. Ovako. Mi smo sada pre završetka ove debate. Verujem da I predsjednik komisije I članovi komisije se slažu da mi polako... Mundëm deklarat edhe jashtë me dhonë, po ti po dënë mi bo për reportajë tonë, po këtë çështje e bon atje për jashtë. Këtu është debat me këta. Ja, ti e thirë në monin. Dëgjë, e tha në monja s'ka pat. E thirë në monin edhe e pyet atje jashtë. Me kaq, kjo debat përfundon. Ju falenderit shumë të gjithë juve që keni qenë prezent këtu.
dhe me lejen e kryetarit e përfundojmë këtë çështje, prandaj fala vam puno što ste bili svi ovde. Vidjet ćemo se u nekom drugom prilikom i u nekim drugim aktivnostima koje su u dobrobit svih nas zajedno. Faleminderit.